Gati 70 vite me radh, Hajdar Jup Hajdari nga fshati Bec i komunës së Gjakovës rënditet në listën e shumë trimave kreshnik që u vran duke luftuar në mbrojtje të kufive etnik të Shqipërisë, në luftë me qetnikët serbo-malezez për bashkimin e tokave shqiptare. 7 dekada rresht, Hajdar Jup Hajdari u la në harres, pa titull të dëshmorit të kombit, pa merita të sakrificës, e për familjen pa asnjë përgjigje për vendodhjen e eshtrave të tij. Shpesh kam dashur të nisem në këtë rrugë, që e kam quajtur mision, për të ndriçuar një vrasje që kishte ndodhur këtu e 7 dekada më parë, por si ishte koha. Ndërsa tani, kur erdhi koha, mungonin dëshmitar. Pas çdo vdekje, mendoja se me iku edhe një dëshmi e këto vdekje u bën të shpeshta. I ndodhur në të tilla rrethana, ndjeja se për çdo ditë po humbiste një emër shumë i rëndësishëm për mua. Me në fund, vendosa që o sot o kurrë të laj borxhin për njeriu që ishte vrarë dikund, duke i mbrojtur kufijtë atë dheut, e që sot nuk i dihet varri. Ilir Hajdari, bir i kësaj familje, merret me gazetari të shkruar hulumtuese. Asnjëherë nuk kishte menduar se familja e tij, e pikërisht agja i tij Hajdar Jupa, i vrarë në vitin 1944, do të bëhej objekt i hulumtimit të tij gazetaresk për të zbardhur fatin e tij, i vrarë në betejë kundër forcave qetnike serbo-malezeze në kufi me Malin e Zi. Që kur u bëra të di, prindërit dhe agjallarët e tjerë më patën folur shumë pak për agjin tim Hajdar Jupën. Pa ta filluar ta pyesja veten se që është ky mister, ky rrëfim kaq i mangët për një njeri që kishte rënë në fushë të betejës, apo përse babai im vetëm pas kësaj lufte të fundit më tha që të shkruaj për vllahun e tij, Hajdarin, të cilit nuk ja dinte varrin, ndërsa kurrë nuk më tha më përpara. Përse e përmendë këtë emër vetëm gjatë kohës kur ishte në shoqëri me gotën e Rakis? Përse? Përse e kalonte atë dhe fliste për babain e tij? Për 36 plagët që i kishte në trup dhe rrëfimi shkonte tutje, duke u ndalur në madhështinë e gjyshit të tij, Hajdar Kamerit, që kishte qenë alfa dhe omega këtij katundi. Më vonë kuptova se Hajdar Jupa, vëllau më i madh i babait tim, ishte i rrështuar në të djathtën shqiptare, dhe për këtë emri i tij ishte ndaluar. Në familjen time, shumë rrallë në Bec, është folë për Hajdar Jupën. Bilem shpesher si fëmijë, kur dëgjojsha për heroj tjerë që kanë ra për lirinë e Kosovës,
thosha pse s'ka pas edhe familja ime tillë. Me kohën mësova që pas ka qenë i vllai babs që ka rënë luftë. Mirë po, nuk i jepnin publicitet edhe rëndësi është madhe. Pse? Gjithmonë më ka brengos kjo se për çfarë arsye ky njeri ka met në margjinat e kohës. Varri i tij mbeti i hapur. Mbeti peshoj e rënd dhe vrage për vuajtur e nënës së tij tani me të ndjerë në sajne, e cila e kërkoi për tër jetën e saj. E kam pas djala zgan, thoshte ajo, e gjithmonë kur bënte ben, thoshte, pasha bjeshkën kum ka me djali. Kjo bjeshke zez, apo si mallkim, a thua, si do jetë paraftyruar në shpirtin e syte në nësë ti në nësajne. Iliri Qushiri kishte dëgjuar shumë rrëfime për këto betejë të përgjakshme, nga gjyshja dhe babai i tij. Por tregimi i gjyshës së ndjerë për një farë letre të djegur e mjegullonte memorien e tij si fëmijë. Por edhe sot ai nuk e ka të qartë se çfarë në të vërtet ishte ajo letra e djegur për të cilën rrëfente gjyshja. Gjatë rrëfimeve që janë bërë për vrasjen e Hajdar Jupës, në mesin e tyre është thënë që në ardh letra e djegur në familje. Si fëmijë nuk e kam ditë çka është letra e djegur. Kam menduar që e kanë djeg letrën me një shkres me zjarr. Më vonë e kuptova që letra e djegur ka qenë një lajm i kopshëm për familjen. Shka moj menune, si në kona borët, mish jenë ardhë, është ardhë, o konë për të gjeli, të ishin atë, i katunit, edhe e ka pru. Të ishin për para, kur bishin, leta djegne, si o metin luft në Sarnagore. Aja kalon një qikin i djallin e urret qika në ati që 9 mujve. I ndodhur para kësaj situate, edhe duke dashur të di me shumë për agjen e tij, të cilin nuk e njohu kurrë, Iliri vendos që të hulumtoj për zbardhjen e fatit të Hajdar Jupës, i vrarë tek livadët e gjakut në kufi me malin e zi. Kam menduar se adhe janë pikrisht të rëndët. Sepse, po të mos ishin ata, ne sot do t'ishim pa adhe. Prandaj, mendova se me këtë kthim të historisë, do t'ketë drejtësi për xhaxhain tim, që këteje tutje, ai të mos ketë nevojë më për ndihmën tonë, për të prehet i qetë, e krenar për gjakun që ja dha dheu të tij. Por si, me kë. Apo ndoshta duhet e heshtim, sepse kanë kaluar shumë kohë. Të tilla mendime deshe me larguan nga ky mision i shenjtë, derisa më kujtua një thënie e popullit, kur thotë: njeriu në të drejtën e vet kurrë nuk humbet. Një shprehje që më ngjalli shpresë dhe kurajo për të vazhduar rrugën për ku isha nisur.
Po. Piknisje për hulumtim rrethagjes së tij, Iliri zgjodhi nipin e Hajdarjupës, i cili trashëgon me krenari emrin e gjyshit. Kjo është gjyshi im Ilir, unë mbaj emrin e tij. Krenohem shumë që mbaj emrin e këtij adhëtari. Kanë fol pak baba, shumë pak në kanë fol, se kanë qenë çështjet asesoj, se s'kanë guxu me përmend. O, Mijali! Urnani, Apo deli herë? hajde Ilira, po vjen mrena. Jo, Mijali nuk kem kohë, veç apo del ja 5 dakika. Po mërë, po desha me pika e kafe njëra mas pari. Për të mirë, tjetër herë. Axha Ali gjithmonë gëzohet kur Iliri vjen nga qyteti, por kësaj radhe Iliri e befasoi kur i tregon për misionin që kishte nisur për të mësuar të vërtetën për Hajdarjupën. O mërë, bre birë, që të veprim se për mërë ti përmesit në dritë punë në Hajdarjupës, edhe pse ty o ka do këtë vonë, nuk o vonë hisë, sepse në atë koha asë kem gutu me biseduhe. E lemo me organizu diçka tjetër. Pra ndaj duhet më koni lumëtu që mundus në këtë kohë paka shumë, edhe pse me vones, po kur se vonë përmesit diçka dritë. Hajdari, ai ka qenë i lindur në 1915 në Cele. Hajdari ka qenë një gjallë jashtëzakonisht i qetë, ka qenë stabil në biseda, po ka qenë jashtëzakonisht i tronditun për ngjarjeve që ndosin, për rrethonave që i imponosin popullit shqiptar. Më tej, ekipi ynë televiziv vendosi t'i përcjell hap pas hapi gjurmimet e Ilirit. Takoi shumë njerëz të mëshuar, shumë prej të cilëve edhe pse kanë kaluar dekada të tëra, e mbajnë të freskët kujtimin për Hajdarjupën. Cili ishte shkaku që shumë djemë Becian dhe vetë Hajdarjupa atë botë tu kundërviheshin fuqishëm forcave serbo-malazeze? Për këtë, Iliri ka një kohë të gjatë që gjurmon për të ditë më shumë. Gërmadhat e këtij objekti të rënuar në kodrën e fshatit Bec të komunës së Gjakovës janë mbetje e një depoje të armëve dhe municionit të ish-Serbisë së parë të viteve të 40-ta. Kjo kon depo e Jugosllavisë parë, ka pas armatim, ka pas dhe tesha të ushtisë material, edhe nërto këtu e ndalë Bece i kanë thyje. O kon baba jem Muzineli, Fazli Ahmeti, Ugzimeri. Edhe kanë thy dyrët e magazinës, e jonë himrena. Ku jonë himrena, kanë gjetë 48 pushkë. O kon Hajdarjupa, Din Mehmeti, të janë vëra në luft, edhe kon ky Ukmyrçve, edhe i vllai Ukmyrç, që ta janë këmën se i kanë kap armët në dorë. Masakra e vitit 1941 në fshatin Bec të Gjakovës e kryer nga forca qetnike serbe ishte e tmerrshme.
na kanë lemru si u prish magazina këtu. Ata një brigadë ishin kanë shku për Shqipëri. Disa janë konë rezervista, a disa janë konë ushtarë. E që ata rezervistat e kanë formue një qetë teknike. Edhe kanë hinë bes mas pajin, e kanë ra Kamer Jusufin, bara Mavzyllin. Janë shku të Mon Halilt, e kanë ra 2 gra. Kur thanën ka vinë, po ta gjojnë e vrasin. Serbët, të përgatitur që do të alshojnë Kosovën, kanë fillu t'i hakmerën ashtë për këtij populli. Pretekst që është thy magazina, dhe kjo na ka kushtu me 22 viktima. Në atë magazin që është ty nga banorët e Besnit, ata ka qenë pjesëmarrës edhe vetë i ndjeri Hajdar Jupa, kur kthehet thuhet në popull, një komitë serbo është kthy pas një periudhe, ka filluar një masakër e parë në fshatin tonë. Një masakër që ka ndodhur dhe historia nuk ka shënuar si duhet deri më sot. Jënë hi e kanë bërë qëtë masakër. I kanë djegë një 30 shtëpi në vetë. I kanë përshkatu 16 vetë. Atër kur bë masakra këtu, i kanë vëra Baram Kamerin me mizë, djali 17 vjeç, mizja kon 30 vjeç. E kanë vëra Sadik Mazhunin, e kanë vëra Mustahirin me gjithë djalë dytë. E kanë vëra 3 gratë Mon Halilve, edhe një fëmijë kon 2 vjeç. Tri varre të 3 grave në lagjen e Mon Halilve në Bec janë dëshmi e një barbarie të paparë që forcat serbe po ushtronin në këto treva e megjarë. Ajo është nona e krejt Mon Halilve këtu, se ajo konë 3 vllazën si në konë, ajo konë pata ma vjetra mo. Në kraba s'ka mujtë më shkuas me ikë, më shkuas të kisha së kërkun. Atër këto dyja ka ndajnë me thonë se që shmelon vetëm. Një thmi ka thithë, më thonë bëjush, 3 ditë nëzidë nënës vetë, e dekne të Mon Halil. Që atë është Shrysha Rejzja. Unë jem djali sej Adem Zesha. Që të më zade Halili. Kjo Hate Idrizja, kjo o gjyshja jeme, gjyshja atije, këtije, krejtë që ta Mon Halil, prej që sej jem, prej që sej pasë. Këta i kanë mytë për adalet, që kishe, dajake, pa ma që kanë pasë. Torturat ma e konë shumë. Nuk ko se dim vishna, po edin tjena në Gramashel, popli. Pas kësaj masakre të tmerrshme, shumë djemë becjan të armatosur, bashkë me ta edhe Hajdar Jupa, u renditën në lëvizjen e së djathës shqiptare për mbrojtjen e kufive etnik prej aty e deri në kufi me malin e zi. Urrejtja se cilën herë sa vike e shtohej, edhe të Hajdari, edhe me një fjallë në përgjësi të popullata. E Hajdari në qatë periudhë ju ka bashkangjit për mundan lihem, për me i përnton shkit, se shkit vyshin e solbëshin, edhe Junikin, edhe Vokshin, e këto krahinet këtu. Alje baba jam ma Hajdar Jupën me ta. Mos e kanë ngrijës më në agën. Një vlanis vetë gjarët e dytin, sot i ka vorët të dyrë të shabarave. Hajdar Jupa me 10 bura, ju këtë mjanë gjitë e shkyke. Ate që smijem konë, o konë zamërnik, o konë s'ka. S'ki pas, aja ishë drëngu o konë. Po zotën trim e i vendosun e djali i zoti, e djali besimtara konë. E ka pas besë sa menja s'ta mërë. Hajdari. Peq aty i tja kemë ndorën, e kemë përshëndit edhe e kemë përcjell dhe sa ka hupaj, se jenë konë rrugat komësore, ka dalë të në kryt Katullnit, edhe ka vazhduhe.
Komunisje për herë të fundit Hajdar Jupa, ka fjetë në kullën e Syl Muzlis në Lumar, të dojtë e babs, të ju. Ti e koni rija të që shë mon men? E mojë men si vallaj, kur është një atë natë, e ka bo atë natë, të rritë qenimi të tëllë ka fërke. Dhe ke dhe e syre, unë e mendën më shku dhe në Carnavore e kom edhe nuk këthena mo. Oshtar e o hinë thumë, e o mirë që e prunit zoti e mërëke për s'ka ma lamete në një i ka lëshua të armën ka vjerë, edhe ato bume i ka vjerë, edhe në hinë muabetat e na dojke fort edhe dojshim fort. Kanë na qute në ra, nati o quë e kemë për cjellë o dalë o shku për deqenë e kanë pas komandën. Më shku a nëjnën, Hajdari mo nuk o këthuj. I lirë ti, shala je me ymë, se pas ke bo mirë që ja ki lypë eshnat e Hajdar Jupës, se Hajdar Jupa me qatë shoqnit vetën që ka thonë shpjetit delë më shkije, që me qëtë një kërkonë, ata mo nuk jenë këthyje. Është mirë me shkru historia tash mas për këta njerës, se së shkru që shduhet. O, dhe tash s'ka pas histori për ne, dhe e po ty mirë se t'ka pru zoti e shqyqyr që të kanë leon mas, e i vjen mrapa, i shala del në dritë, eshnat e tina, vendi tina, se shumë kanë dhonë jetë. Masa ne ja shkuaj e ushtari Shqipnisa që shëdojshin, a shku në front të shku në Kasuber, në Livat Gjakit, ati o metaj. Ati o metaj. Unë e kom një me vesh, një kom një pusht. Që më ko një bjesh, Kasuber i sëshin. E unë ishin për aty në qeshin si ka shki, që të sukon e capot, që që në ishin pusht. Ajo dhe aty, atër së ditë gjonë punë aty në se shka vonë, unë e kom një, si 3 muaj ditë se kanë shu që aty në Livat Gjakit. Kanë lithu. Që aty o megja dikun. Livat Gjakit o megja. Me Carnavore. As 2 ditë nuk ka shkue kur o nise u vran ushtarë. Mas jave, 5 dite, ka ardhë letra familjes. E qa e konë, saj se o i vram. Selimin, Hajdari e kalon 6 javësh. Djallin, që djallin e kalon edhe dekë që tërë mas të ufte. Kom një nonën Bojkebe Pasha Bjeshken, si ka vra djallin në Bjesh ati. Pasha Bjeshken, Bojkebe. Aje gjithë sarë si kishim bised, kur të i goje se hiqke. Edhe kur Bojkebe mas shumë ti bëke Pasha shkrumin e Bjeshkës. Qashtu ajo shkrumen shkrumen, dhe e dekë shkrumen që kanë hek. Në ajnë e vujtë nuk kom shka me thonë për ta. E djekë një probleme me dhej se ka të shpirti që për këthet Hajdari. Pa ditë se ku ka. Ajo, kur vike musafiri si jemi bon që shto më ra, dhe ke Pasha shkrumin e Bjesht, se se kom pa djallin, se kom gjithë kërkon djallin temun e me shtin dhej. Nona, si non, ajo po thëmë s'ka pas gëzim. Po në najnë, se gjithmonë ty prit, jo vjesët, jo vjenesët. Pas shumë gjurmimeve në përpleq dhe njohës të kësaj historie të dhimbshme të viteve të 40-ta, Iliri vazhdon gjurmimet e tij drejt majeve të Bjeshkve, të cilat shpeshher i ka vizituar
duke u munduar të gjej sado një shenjë të vogël të vendodhjes së kockave të Axhes Hajdar. Që nga pas lufta vi kogja shpesh, e vizitoj këto anë dhe përpiqem të kujtoj kalimin që ka mund të bëj Axha im bashkë me bashkëluftëtarët e tij këndej pari. Shpesh në familje tonë është përmend rrëfimi i gjyshës dhe beja e gjyshës. Kur bënte beja, ajo thoshte, pasha bjeshkën ku m'ka met djali. Dhe unë sot kom ardhur edhe për hir gjyshës time. Edhe jam krenar, po në njëjtën kohë dhe i mallëngjym se sot i gjeta bjesht ku me të vërtet ka ra Hajdar Jupa. Dhe këto janë ato bjesht ku ai heroikisht vritet nga forcat qetnike serbe për të mbrojt kufinin, për të mbrojt derin e shqiptarëve. Varë në ngritën e qenjen time. Gjithmonë varë do të jetë. Nuk e di ku po shojnë eshtrat tu, që unë gjajnë eshtrave të mi. Ku të mori plumbirit, o vdekje gjallë, në qenjen time gjithmonë. Dhe kështu, Iliri nipi i Hajdar Jup Hajdarit, edhe përkundër këmbgulsisë së tij, u kthyen nga ky gjurmim pa mësuar diç më tepër për eshtrat e Axhes së tij, por i lehtësuar në shpirt se nxori në pah edhe një ngjarje historike, krenaria e tij, familjes, fshatit dhe kombit në përgjithësi. Pikërisht në hijen e këtij monumenti të shenjtë e prehen gjyshi bashkë me familjarë tjerë të familjes time që kanë vdekë. I vetmi varë që mungon afër vëllezërve të tjerë familjes time është Hajdar Jupa. Pas gjithë kësaj përpjekje solide për të gjetë eshtrat e Hajdar Jupës, eshtrat e të cilëve janë kërkuar dekada me radhë, prej ditës kur ka rënë në luftë. E deri më sot, edhe pse nuk gjetëm ndonjë shenjë të vrasjes së tij në kufi me malin e zi. Megjithatë, unë ndjehem krenar sepse unë si pasardhës i kësaj familje, bashkë me të tjerët, bëm diçka në këtë drejtim në ndriçimin e veprës tij. E njeriu që se kishte parë kurrë, Iliri e gjeti në rrëfimet e plegjve, e në këngët për kreshnikët që këndohen e do këndohen brez pas brezi.
I djali sa